Po sigurisht unë desha të ndërlidhem me parafolsin, unë sinqerisht jam shumë skeptik, si ka mundësi dhe çka ka mundësi një vajzë 18 vjeçare e cila sapo ka dalur nga shkolla e mesme, çka ka mundësi ajo të jap nga vlerat, nga dija ose nga përvoja e saj shoqërisë. Pra një vajzë e cila më së shumti që ka lexuar janë librat e shkollës së mesme dhe sfidat më të mëdha që ka mundur të ketë ajo janë provimet e shkollës së mesme dhe grupimet nga klaset dhe nga brenda klasat, brenda klasave të saj në shkollat e mesme, nuk e di se çka mund të jep prej vlerave dhe shërbëtyrës një shoqërie me vlera patriotike siç ka qenë shoqëria jon kosovare dhe shoqëria jon shqiptare në përgjithësi. Kjo është e para, ndërsa sa i përket të grupimeve brenda shtëpisë, në çdo institucion ose në çdo në çdo vend ka grupime, si në shkolla fillore, si në universitete, si në shoqëri, grupime të ndryshme. Pra grupimet janë, sforcim i mendimit që e ka një person, pra një person në pamundësi për ta quar mendimin e tij, për ta quar në pamundësi për ta quar referendumin, referendumin e tij si koncept përpara, ai krijon grupacione, ai krijon grupe të ndryshme të caktuara brenda shtëpisë në mënyrë që mendimi i tij të ecë sa më shumë, në mënyrë që fjala e tij të ecë sa më shumë, e në mënyrë që misioni i tij në këtë shtëpi të shkoj sa më lart. Pra kemi të bëjmë me krijimin e koncepteve dhe brenda këtyre koncepteve krijohen edhe fryma, edhe grupe, edhe rrugë të caktuara që çojnë përpara misione dhe ide të caktuara.